se janë dalin dhe këto mesazhet tuanash. Këtyre mesazheve pozitive unë përgjithsisht nuk ju referohem sepse pastaj fillon dhe sharja masive. Patronazhistët me qira fjale janë në super form. Këtë vit patronazhistët i kemi në super form. Dhe patronazhimin e kemi ngritur në një nivel tjetër. Edhe ja u kam thënë atyre që i shajnë që mos i ngacmoni sepse motivohen më shumë. Mos i cysni sepse janë ambicioz të mëdhenj dhe janë shumë të fokusuar tek kjo punë, ju pëlqen shumë kjo punë edhe janë vërtet qeliza të Partisë Socialiste dhe kush nuk është në Partinë Socialiste nuk e kupton se për çfarë po flas. Edhe nuk i vë dhe faj që se kupton edhe flet për qartë pastaj. Ndryshimi, një ndryshim shumë themelor midis nesh dhe të tjerëve është se ato s'janë parti. Të tjerat nuk janë parti, nuk kanë parti. E pat vetë çfarë ndodhi me primaret dhe e shihni vetë se çfarë ndodh në përgjithësi. Nuk kanë parti. Janë çeta, janë tufa, janë turma, janë grupe, po nuk janë parti, nuk kanë janë gjymtyrë të shpërndara që bashkohen edhe montohen në punë vullnetare, po nuk arrin dot të harmonizohen, nuk arrin dot të artikulohen. Është kua nga të katër anët, është qamet i madh. Okej, besoj që nuk dia ka ndonjë ikse na ape barku. Po pse më bledi ta për barkun, po pse nuk je i detyruar të rish këtu, mund të dalësh. Je ka rrejboll këtë popull, po se ka beson kush ma se ka rrejboll more edhe thot për i fjalë të madhe këtu me më. O David, as në beson kush tash po e shohim me datën 11 maj o David. Si ka mundësi çdo 4 vjet ke nga 300.000 vende pune, për me 2 vjet nuk do kishin ikur gjithë jashtë vendit tonë. Tani 300.000 vende pune ja u thash, është shumë e thjeshtë. Merrni regjistrin, shikoni sa të punësuar kishte në Shqipëri kur ne morëm detyrë. 1.023.000 me regjistër të regjistruar që paguan detyrimet. Sot janë 1.327.000. Si t'ja bëjmë tani? Si t'ja bëjmë? Janë apo s'janë? Po janë pra. Të janë fakte, nuk janë muhabete. Janë. Eksaktësisht po, janë. Edhe kur them unë kur flas për papunësinë, edhe çohen ca thonë po patjetër se është ulur popullsia, prandaj është ulur dhe papunësia. Nuk funksionon kështu. Nuk bazohet tek numri i popullsisë, bazohet tek forca e punës. Sa ka qenë forca e punës, sa është forca e punës, sa ka qenë. Edhe po të shikosh forcën e punës, është ndryshe. Edhe këto gjëra i thot instanti, nuk i them unë. Tallja më e madhe e të rë në historinë botërore, shansi që kjo pistonëtohet bën garë dhe Formula 1 është zero. Jo është zero. Shansi është i gjithi dhe është në dorën tonë dhe ne do ta bëjmë. Ne kemi komunikim i dashur Leandro të vazhdueshëm me stafin teknik të Formula 1-s. Ai projekti që është bërë në konsultim të vazhdueshëm me stafin teknik të Formula 1-s. Studioja që ka bërë projektin e ish pilotit famshëm Aleksandr Vurcit është një studio që ka licencimin nga Formula 1, që punon me Formula 1. Ne I kemi pasur këtu edhe administratorin e përgjithshëm të Formula 1, Stefano Domenikalin, edhe Flavio Briatoren, të dy bashkë kanë ardhur këtu.
kanë parë vendin, kanë parë gjërat, janë shumë entuziast për këtë, çfarë po flet. Por duhet bëjmë ne pjesën tonë dhe atë po bëjmë. Se jeni kaq mos besues, po unë kam treguar që çfarë them e bëj. Vonoj ndonjëherë, po nuk harroj. Dhe kur vonoj, nuk vonoj unë, po më vonojnë të tjerët. Fjala kyçe e qeverisë tënde është bufi. Jo, fjala kyçe e qeverisë time nuk është bufi. Fjala kyçe e qeverisë time është pasaporta europiane e Shqipërisë për ty, Lazar. O Lazar, nuk është bufi. Bufi nuk është fjalë kyçe. Që ta dish. Fol pastaj për perspektivë. Po tjetër pra. Unë flas 2 orë në ditë, edhe për 30 sekonda buf që shikoni ju rrotullohet më edhe bufi se jeni me bufin prandaj. Edhe nuk ju vjen mirë që jeni me bufi. Ndauni nga bufi dhe do qeshni. Edhe do dhe një qik lezet kjo punda, që se s'mund t'jetë vetëm fol për gjëra të mëdha e fol për gjëra. Plus pastaj që ajo është mënyra e vetme që unë mund të flas për ta dhe për të çat flasun, të marr seriozisht. Çat them. Zoti filan, s'është zotri, është buf. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë të gjithë. I pas ke marrë masat me numëru me ndeshmëri votat dhe thot me ironimet dhe me Mira Nikola, ndaj e sigurt që fiton. Po perqen do ta vësh kur të dalësh që mos të njohin se të vjen zor nga vetja. Këtë dytën se kuptova, po të parën votat numërohen nga të gjitha palët dhe numërohen me ndeshmëri të plotë. Mira, mos ki asnjë merak për këtë. Ndërsa siguria pse fitoj unë, jam duke ta shpjegu tash 12 vjet edhe prap do fitojmë. Dakord? Se kemi bërë shumë punë, por edhe se s'kemi kundërshtar. Është edhe kjo e dyta, me thënë drejtën. Çfarë të bëjmë? Nuk kemi kundërshtar. Okej. Shumë faleminderit. Edhe për sot e mbyllim të sy më sy. Shifemi ditën e njëjtë, po në mëngjes, po sy më sy. Ndërkohë do kemi sy më sy tjera. Këtë punë kemi intensivisht, gjithmonë më intensivisht, deri në 11 maj.